O njerëz, e pat ju këtë tek ferma VIP. Vajza, duhet jeni të kujtesshme. Është monster. Flet një konkurrent për një konkurrente tjetër. E kuptoni çfarë gjuhë rrejtje? Kujdes, është monster. Duhet keni kujdes. E di kush flet kështu? Një tip intrigant, i pa skrupull. Siç është Jagua tek Otello, për ata që nuk e din, është një kryevepër e Shakespeare-it, ku Otello, një general i madh, bie pre e një intriganti, e një maskaraj si Jagua, i cili e manipulon aq keq sa beson që e tradhtonte gruaja e tij dhe e mbyt. Këtë po bën dhe kjo krijesa me të rinjt. Me të rinj që duan shëmbuj, jo urrejtjeje, që duan jo intrigat. Dhe di për kë flet, e kuptoni, për Mimoza Ahmetin, për një nga intelektualet shqiptare, për një nga poetët që e dini dhe vetë, me çmime internacionale, me një kulturë të jashtëzakonshme që unë do i kisha për nder dhe ëndër të kisha kulturën e saj. Që sa herë që flet ajo unë mësoj diçka. Dhe ky tipi i ka tjetërsuar ata të rinj që hyn ndryshe në fillim. Kujtoni te puntatat e para. Dhe tani janë bërë si djaj. Dhe po bëjnë budallëqe. Nuk e kuptojnë që ky po i manipulon, se i ka zara për t'i skualifikuar, derisa sipas mendjes së tij të ndritur të skualifikoj dhe asin që është aty, pa të cilën ajo ferma VIP nuk do t'ishte kjo që është, nuk do t'kishte këtë kënaqësi, sepse është një originalitet, është një mendje e ndritur, është një vërtetësi, guxim, gjithçka që ndoshta shumë njerëz nuk e kanë. Dhe këta të rinj në vend t'i edukoj me tolerancë, me mirësi, të luajnë, patjetër se janë në një garë, po brenda kufive, brenda normave. Aty nuk është luftë. Nuk është luftë. Që janë ato fjalë? Arritën deri në atë pikë, ai djali që i lshoi valixhen, motrës vet, gruas, të brisht, që nuk bëhet as edhe as me shkjaku nuk bëhet ajo punë. Dhe ai nuk ishte ashtu në fillim. Ai kishte simpati për të. Ai kishte kënaqësi kur rinte me ta, i mësonte nga ajo, ai përfitonte nga ajo. Arriti deri në të pikë ku kanë arritur të gjithë të tjerët, përveç në një përjashtimi. Se është dhe dikush që ka hyrë ashtu me atë kutinë e liksisë, të gjithë kemi nga pak liksisë, na i jep jeta dhe nuk kemi bardhëzi, siç kput edhe moza në një gjë. Njerëz jemi. Po ka limite çdo gjë. Ata i ktheu po bëjnë skandale. Ajo tjetra i kputi moderatores. Gjitha të mufk. Pa ajo nuk di si të orientohet, nuk dua ta justifikoj as pak, as atë tjetrën, as tjetrën, as njërin. Para ata nuk kanë modele, shi çfarë modeli kanë. Shi çfarë modeli kanë. Ju lutem, skualifikojni këta njerëz negativ që po degradojnë të rinj tanë. Ju lutem, unë nuk e kam zakon të flas, po tani e tuti unë do ta shoh firmën VIP, edhe her pas here do tentoj të jap dhe unë mendimin tim. Faleminderit.